Edhe njerë, mirëmëngjes dhe ditë të mbarë. Kemi dëgjuar lama-lam, 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 lama-lam. Të gjithë shqiptarët që janë me patendat e vëndeve të tyre dhe vinë me vizë pune në Gjermani. E ka bërë patendën para se të marri vizën e punës në Gjermani. E more vizën, erdhe në Gjermani, bere ameldungun, bere kartën e bankës, bere kartën e shëndetit, te erdi numri ID-s, te erdi numri shtojës, fillon punë dhe mbarta bevzoti. Kaluan 10 dit, 20 dit, një muaj, të lutem, kujdes, ti që do të kthesh patendën nga shqiptare në Gjerman, ne. Merë ameldungun, ameldunga është rezidenca që ti ke bërë, bëj një termin të fshati, të qyteti, të lagja që je, përktheje patendën dhe dorëzoje, nuk e di sa lek paguan, ik dorëzoje atje. Ata të japin një dokument që ti të ketë drejt për të lëvizur me atë të shkresën, se patenda jote dorëzohet atje, dhe ndërkohë, plus minus, 27 dit, 50 dit, 20 dit, 60 dit, varet nga fshati dhe nga qyteti që ti je, pastaj, dhe ti e ndjek me barkodin që të kanë dhënë ata, në momenti që ty të ka dalë, zë prap termin dhe vete e treq. Janë disa fshatra lagje qytete që ta mbajnë patendën shqiptare. Janë disa të tjerë që ta japin dhe shqiptare dhe gjerman. Mos prit deri sa të mbaroj viza dhe atere mund të aplikosh. Kjo bëhet edhe për patendën, edhe për ju që doni të ktheni nga viza të meni ofentalin. Vajte 1 muaj, 2 muaj, 3 rogat, kontrata e shtëpis, kontrata e punës, direkt email dhe marroni punë. Kalofshit sa më bukur, nipçe, edhe sot është shumë ftohtë.